Vlora, të falenderoj shumë që je në studio. Kënaqësi shumë e madhe me të pas, me ndo punën, eksperiencën dhe mbi të gjitha sfidat nëpër cilën ke kaluar. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që je në studio. Faleminderit për ftesën. Rata, të lutem, më tregon pak fillimisht çfarë ndjesie ke kur vjen Kosovë, kur vjen tek vendi yt, çfarë emocione ke? Shumë mirë ndina, normal si vend tonin. Vjen shpesh? Përveç punës, angazhimeve tua, vjen nganjëherë për qef? Po, vjen edhe për qef, vjen edhe për biznese, megjithëse unë jam e Maqedonisë dhe Tovës, po edhe në Prishtinë vi shumë shpesh. Në rregull, sa i përket Prishtinës, Kosovës, sa ke shoqëri këtu? Sa ke njerëz me cilën e shijon Kosovën? Kam shumë njerëz këtu, kam shumë shoqe, kam shumë njerëz që e njoh. Po, mendoj se sa Zvicër normal që nuk kam, ama kam plot. Tani, sa vite jam bërë që je në Zvicër ti apo ke lindur atje? Kom lindur dhe jam rritur atje. Në cilin vend saktësisht? Në Cyri, kanton Cyri, në Vitër Turi jemi. Në rregull, si ka qenë fëmijëria jote, si ka qenë jeta jote atje? Edhe pse sot e flet shqipen shumë bukur, po si ka qenë jeta jote? E kena pasi tradit në shtëpi, babis na ka leju neve me fol gjermanisht në shtëpi, veç shqip. Si kena kalu shumë mirë, çka më thon, është pak ma ndryshe atje, jena ma si kështu, ma cakt, çka më thon, jena ma si robot. Sepse puna më duket ju përkushton më shumë të juve jetën, a? Do më thonë gjatë gjithë kohës jeni duke punuar. Po, jena si koha, si ora e Zvicrës, sakta. Kur thojna në 3, do të më konë 3. Mu bo 5 minuta ma vona, po 15 minuta të qysh janë nisë në kopë si siklet, serdh ose smrita. Kurse këtu është ma easy në Kosovë ose Maqedoni, Shqipëri është ma easy se kur shkon që avu liko mund... Jemi më spontan, i bëjmë planet aty për aty. Nëse kjo më pëlqen mu ma shumë, ama qave vo, kështu është jeta atje. Tani, nga jeta jote, kur vendose ti që biznesi është ajo me cilin do merresh? Në cilin mosh e pe vetën një businesswoman? Une, masi kom kry shkollën, kom kry medicinën atje, edhe tani nuk më pëlqejke me punu, medicinë, mendoj si motë medicinale, në spitale, kom kry. E mendoje më ndryshe dhe doli ndryshe, për Jo, ishte... Biznesi ishte pak ma i rëndë, unë jam edhe se dukna pak ma kështu, jam shumë humane dhe nuk mund që emocionalisht me i përvalu në gjarjet që ka ndodhëshina për spitale. Edhe ajo më bone kryta shkollën dhe masi kryta shkollën të shumë s'du me pas punë me këtë biznes, absolut. Po pastaj e gjitha vetën në estetik. Në estetik. A i ke dashur gjithmonë të bukurën? A i ke dashur gjithmonë këtë pjesë? Gjithmonë e kom dashur të bukurën edhe gjithmonë kom pas qef edhe si fëmijë mu lyje, mu ndreq. Kure, patë mbështetjen e familjarëve, do më thonë në një formës e tjetër te që është dorë nga mjekësia dhe pastaj të fokusohesh te estetika, çfarë thënë familjarët e tu? Sa patë mbështetje? Në fillim thoshin s'ki me bo kur gjo, kjo biznes nuk është kur gjo, kjo është për hobi, kjo nuk është diçka që mundesh me... Me baj rol primar, po. Ti dush me mbajt këto, edhe ato si, unë thësha jo, unë e këtu ku më fokusu dhe këtu ku më bo ma e mira. Dhe pastaj përbërsoj pjesa tjetër është historisë, sot biznesit është shumë i njohur në Zvicër, jo vetëm nga shqiptarët, po edhe nga pjesa tjetër internacionale atje. Më thon pak nga kjo studje, sa je krenare sot? Nëse e kthen kohën mbrapa, e shë rrugtimin të në sfidat në për cilet keti kaluar, sa e krenare me biznesin me atë si çfarë ofron njerëzve sot? Jam normal shumë krenare, se nuk më besu që ku më arrit deri këtu, se ku menduja ku njësë shumë e vogël, edhe ku menduja që për i kështu, edhe vetë puna tani më ka bo që ku më arrit deri këtu, po, deri ku jam këtu. Po, jam krenare. Po, në këtë rrugtim të ndin, kush ka qenë krahu i të djathtë? Kush ka besuar më shumë ti të këty? Kush ka zgjatur dorën në momentet e tua, kur mbas edhe ke menduar të lësh? Familjarët. Po, veç familjarët. Dikur specifik? Nga familja, kush ka qenë krahu i të djathtë? Motra, ja. Motra, a keni qenë shumë të lidhura dhe... Po, kena qenë shumë të lidhura, më ka përkrahur dhe më ka thonë, vazhdo, hec, bane këtë atë, edhe ku vazhdo e ku bo, dhe... Po, disa prej njerëzve që po e shohin këtë intervistë, me u marrë me estetik dhe me u marrë me beauty kështu në përgjithësi, njerëzve mundet më dok shumë punë lehtë. Mundet më dok punë të cilën the edhe ti që familjarët kanë thënë që mund ta bësh për hobi dhe mos ta kesh profesion primar, por a është realisht e lehtë? Në për çfarë ke kaluar, në çfarë kalon ti sot? A është biznes në cilën mund ta bëj çdo kush, po them? Mund, nëse e don me të vërtet biznesin ose punën, dush me të vërtet me besu në vetën tënde, me besu vetës edhe mos mi shiku njerëz që ti qesin gurzit na për rrugë, edhe nëse e beson vetën, ki besim vetën tënde edhe e bon punën sakt si duhet, arrit
çdo sen. Po është rruga shumë e gatë, nuk mundem me thonë që wow, unë e kom rri për këtu, se kum kalu shumë sfida, kum pas njerëz shumë mirë dhe shumë të këqenjë jetën tem që kum mendu që ta dojnë të mirën dhe ka dojnë ndryshe. Ka dojnë ndryshe shumë keq, ama ajo më ka bo, mu ma të fort, edhe jam kjo që jam, unë i faleminderoj krejt, nash ata cilët jetë. Unë jam kjo që jam tash, se më ka bo shumë ma të fort, edhe shumë ma të bëndshme, edhe e kam binjë tamam njerëzive se me të vërtet që janë. Cila ka qenë sfida me madhe cilën e ke kaluar, Vlorë, që mundesh me nda me neve që gjitha vajzat e gratë, cilat në basën në momentos të tjetër dëshirojnë të hapin biznes dhe nuk e dinë se çfarë i pret. Çfarë mund të thojë ti atyre? Unë mund t'ju thomë që ju kretë mundi me ha biznesin, kretë mundi me bo, vetëm besoni vetë-vetën, mos i ngoni rrethinën ose njerës, që ka ju flasin edhe ju thojnë nuk mundesh me arrit, se mundesh me arrit me të vërtit qka dush. Qka dush mund, kretë mundesh me arrit. Sot e kësaj dite janë edhe mundësit që mundesh me bo shkolla, kurse kretë. Edhe nëse se ki kry shkolla, shambullës jone që kom kry medicinën, s'ki kry naj gjohë, mundesh çdo gjohë me arrit. Te, më shumë ja dedikon punës, suksesin apo fatit? A e këndron vetën me fat? Edhe me fat edhe me punë. Cila është më e rëndësishme? Puna. Puna, a? Po, puna. Puna do t'jetë e sakt, do t'jetë do t'jetë shumë real me njerëz, me tregu se kjo bën, kjo s'bën. A të kujtojtë klientja jote e parë? Kush ka qenë ajo e cila sa ke pasur stres, sa ke pasur pasiguri? Baby G ka qenë klientja. Baby G, okej. Hajde të regon pak, e më mend kështu? Po, si jo, po. Ajo ka qenë klientja e me parë, ka pat një koncert në Zvicër, edhe më ka lyp në Instagram. Ato nëse ja po ta fillu, atër ishtë fillimi ja. Fillimi. Po, edhe më ka shkru në Instagram, ti po bon shumë mirë buze, apo më orë ti. Ato kërë e kom po Baby G, se ja fillova, oh my god, sa mirë, po, tani ka orë edhe kështu. Edhe kështu pasaj ka njësën, ndërsa unë thash që Era Strefi është edhe një prej tyre, sot ke kontakte shumë të mira me shumicën prej estradës për njerëzve këtu dhe po besoj që je lumtur me veçën që ata të besojnë ty sepse influenca e tyre është shumë e madhe dhe je lumtur kur të besojnë dhe vite këty. Po, patjetër. A është vështirë ma marrë besimin atyre? Ma vështirë është me marrë besimin njerëzve që... Njerëzve thjeshtë? Njerëzve thjesht se VIP-t. VIP-t kur vinë, ata sakt njëherë kanë skenu se kush je edhe qka banë, edhe pas te kam vendos me ardhë. Ata kur vinë vështojnë ti e profi, banë e që ata që duhet edhe sakt. Tani, si të prejti fusha dhe industria e biznesit në Zvicër, a ishte e letë me hap një biznes në Zvicër, t'jeshe rregullt me pagesat, me taksat, nuk e di se si shkojnë atje, po? Po, nuk është shumë e letë, po e kena shambull në njerës që ata miren me atë gjohë. Ama nëse do në më arrit, edhe këto do më thonë krejtve, që do në më arrit, mund është më arrit gjithë shka. Kur gjohë nuk është e pa mundër. Vetëm do të dush me bo. Tani, më thuaj pak, mund ta bësh një dallim mes këtij biznesi në Zvicër dhe këtij biznesi në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, kudo? A ka shumë dallim? Si duken bizneset me estetikë në Kosovë dhe në Shqipëri dhe në Maqedoni? Duken shumë mirë, nuk kanë shumë dallim prej neve. Megjithëse na jena pak ma, kena ma shumë kufi, ne as ku gjuna shumë gjona me bo, se këtu në Kosovë. Si për shembull? Janë do gjona shambull që na nuk kina drejt me përdor do produkte që ka i përdorin në Kosovë, na nuk kina drejt, Zvicra o ma strit, në këto se në shambull nuk gudzonë këto me bo, a në Kosovë jenë ma shumë të lejume, që kjo vetëm se për ndryshë nuk kam... A duken të mirë, a duken profesional? Po, qeter, po. Tani, komuniteti i shqiptarëve në përgjithësi në Zvicër është shumë i madhë. Më thuaj, ti ke kontakt me ta gjatë gjithë kohës, vinte e këty, çfarë thonë më shumë ti? A janë të përmalluar për Kosovën, për Shqipërinë, për vendin e tyre? Po, janë përmalluar edhe një gjohë që e kumë vrejt une të gratë tona shqiptare që vinë me të vërtet janë shumë të lodhëra, janë me të vërtet shumë të angazhume, familja, puna, fëmija, buri, vjeri janë shumë. Mendoj që këtu në Kosovë janë pak ma easy, pak ma me sportivitet i marin gjonat, se atje gratë që jetojnë në mërgim janë shumë ma, si ta thëmë, shumë ma të randume me punë, se sa këtu, që ashtu mendoj one. Po, atë janë më të ngarkuar, apo thua se janë investuar më shumë punë, dërsa këtu e kanë jetën më të letë në një formës e tjetër, Po, unë ashtu mendoj, se unë i shofë kur vinë,
kur bëjnë trajtim fytyrës, edhe shtojnë i merë gjumi ka njëherë. Nga lodhja e tepërt. Po, nga lodhja e tepërt. Edhe po vjen edhe në shumë kesh ka njëherë dhe bëjnë shumë oferta që me të vërtet me jam mundësu krejtve me ardhë. Edhe kështu. Po, tani, Beauty Lil, kush e vendosi këtë emër? Më thuaj pak edhe logon edhe gjithë shka tjetër. Sa ishte kënaqësi me e përfundu dhe me pas pastaj si design, si dyqan fizik? Ishte shumë easy për me ma, se Lil Vlora më thirin, edhe tani Beauty edhe Lil e përshtata, Beauty Lil. Edhe kështu, logon e këna po me bëjë për Beauty edhe Lil, one. Po, mund të va themi gjithë atyre që përna ndjekin po dhe ata që, sepse kanapia shikohet shumë dhe jashtë, po dhe ato vajzat jem që janë këtu që dëshirojnë të vinë të këty. Ku është adresa e sakt, Vlora? Unë jam në Vitertur, kanton Syrit. Në Vitertur të bashkë në qendër, do me thonë jam. E kam lokalin, po. Në rregull, fiks aty je. Po, fiks. Tani, si shkon puna e rezervimeve, sa je lumtur ti? A ke më shumë Zvicran, Gjerman, apo ke më shumë Kosovar, Shqiptar? Jo. Cilët ke më shumë? Është një mix? Është një mix, 80% i kam Shqiptar, klientët, po. Edhe jam shumë e lumtur me, edhe i falimendroj shumë krejt klientët e mija dhe i përshëndes, se me të vërtet në besojnë shumë edhe vinë, edhe shumë jam happy se vinë ma shumë shqiptare. Jo që kam edhe tjerë, që kam shumë njerës, ama kur më suporton njëri jam, është diçka pak ma wow. Lora, tani duat të pysë për diçka, për pësaj nuk e di sa shehti televizion Kosovë në Shqipëri, si qëfar flitet intervista, debate televizive, sot flitet shumë për ndërhyrjet estetike. Që disa bëhen mirë, disa nuk bëhen mirë, janë bërë gjithë njëjtë, nuk e di. Tani, ty ke qenë ti profesioniste e kësaj fushë. Më thuaj, cili është mendimi yt? Mas se shfa shenë rrjete sociale, nga djemë dhe vajzat, si duken, apo e mirë mbajnë vetën mirë, apo ka vend për më bërë më mirë? Ma herët ishte filleri shumë in, edhe e te prun pak. Kurse tash, kena kalu me një diçka që është ma soft, që avull veç pastrim ftyrës, glow, ma të lakstenojën, cilën e kam edhe në sortiment, kanë kalu ma naturalitet. Edhe po të pelqenë më shumë që vajzat sot e ndjekin më shumë naturalen? Po, shumë ma mirë duken, shumë ma natural, shumë ma... nuk dalin jashtë vetës. Cili është trendi i momentit në fushën estetikës nga të nënvështrimit? Salmon Denaja. A Denaja e salmonit. Pse? Cila është, çfarë në kupton kjo teknikë? Cila është benefitet? Është pastrimi i fytyrës edhe laks Denaja depërton lëkurë, dukesh ma fresh, dukesh ma mirë, dukesh sikur ki flajt 30 orë. Do të një me fresk. Po, e frest edhe tim qelporët, është shumë gjoja mirë, edhe është natural, nuk është diçka e fillë që ta ndryshon pamjen, është soft. Tani ata që pra djekin dëshirojnë me dit, a është shtrajt Vlora klinika e Vlorës, a është shtrajt me i bo këto tretmane, çfarë kështë më ju thënë? Nuk është edhe shumë e lirë, po unë e gjithmonë bëj oferta shumë mira, se kam qef që krejt me mujt me ardhë në salon të amin edhe me bo diçka për vetën, se e di se punojnë shumë gratë tuna që janë në Zvicër në diasporë. Edhe mundosh me ofru qmime më të vëllitshme. Gjithë bëj diçka wow. Edhe përsa e mirë presin shumë mirë dhe pastaj edhe janë shumë mirë njohëse. Tani, më duket që paragjykimi që po bëjnë djemë të ndërhyrje estetike nuk është më. Jo, absolut. A e kam pranuar, a i gjykojnë djemë të ndësën? Jo, së është absolut. Unë kam të shtash sidomos vitet e fundit, kam me të vërtet shumë djemë. Edhe ajo mo unë betë si kur gjo, adës shumë normale është që e bënë edhe moshlit edhe femna. Çfarë kërkojnë djemë, Vlorë? Pastrim të fytyrës mas shumëti edhe sytë këtu për fundi. Dark shokës, pjesa e radhve të zia, që mbaj se këto mund të llogaritën edhe si kujdes nga i vetet, nuk kanë nevoj pa tjetër që t'hyjnë pas kjo operacione, pas kjo ndërhyrje, se i paragjykojnë shumë letë në rrjetet sociale pastaj. Absolut, është diçka që e mam vetën, që duke shfretja shkon çdo javë te frizeri dhe i prem flot. Edhe kjo nëse e bon shambull çdo 3-4 javë pastron fytyrën, ti vetë që dukesh fresh, kur gjatë tjetër. Po, tani, më thuaj pak kur vjen në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, çfarë të pengon më shumë ti në vendin tonë? Mbas edhe çështja e mentalitetit, ti e lindur dhe e rritur në mentalitet komplet tjetër, në shoqëri që edukohet më ndryshe, shkollohet më ndryshe, çfarë të pengon këtu? Ose kur bën scroll në TikTok, çfarë nuk të pëlqen, çfarë po ndodh? Nuk më pëlqen, se dja bon të thëmë, po për thamë, nuk më pëlqen ka njëherë se shumë po na paragjikoj neve që jena jashtë, po mërgjimtarve, po na
paragjikojnë, a nuk e dinë se sa fort na punojnë atje, edhe çka bojna, shambull, çfarë jete, dinamike e kena, edhe vina këtu për një muj ditë na ashta mu knash, na paragjikoj ati me këtë kjerin për jep gaz, të kështu, të ashtu, janë do paragjikime, jo veç kjo, po janë edhe shumë paragjikime tjera që po mendojnë që dinë ma mirë, që po mendojnë që kjo pak më pengon, se nuk e dinë ato se çfarë jete na shambull e kena atje, që na sak në gjosh do të mu qup për gjumit edhe me shku në punë, me punu. Kur vish mbrëmje, nuk nalet puna, dosh me vazhdu me pastru banese, me bo buka, me pastru teshat, edhe janë shumë gjona. A je hasur ti vetë me ndonjë paragjykim në të cilin të ka prekurës, të ka bërë të ndjesh keq? Jo, deri tani jo. Nuk, përvoja personale me gjykim dhe paragjykim nuk e hasur më herët. Po i shenë rrjetet sociale që ka shumë, ha? Po. Sidomos gjatë stinës të verës, ha? Po, që kjo është që e shofë, se për mune jam një person që mu më një këto dhe të do shta dhe se mojnë bend. Po, të ka trosh likur atash dhe nuk të bëjnë, nuk shqetsojnë shumë paragjykimet. Tani, si duket mediat dhe emisionet vendin tona, Big Brother Albania, Big Brother Kosova, si duket? Mu më duken, kreti kanë shumë të mira, veç une personalisht e ndjeki ma shumë të Kosovës. Okej, pse? A ndjesh më shumë afër? Nuk e di pse, diçka sikur më tërhek, sikur më grem ma shumë. Nuk e di pse. A do e bëjnë ndonjëherë si eksperiencë Vlora, do futesh ndonjëherë në Big Brother? Asnjëherë. Pse? A je karakter që nuk do imbjetojsh t'jesh e mbyllur apo t'jesh nuk të pëlqen? Jo, nuk shahi. Unë për veti jo, personalisht jo kur. Nëse do ta fitoje? As atëherë. As atëherë nuk do ta bëja atë kompromis. Jo. Tani, vajzat e reja që përna shojnë, që janë shumë të në numër, po edhe djemë, çfarë mesazhi do dojë t'ju i pje? Çfarë do dojë që vajzat e reja të dinin nga gjithë puna dhe eksperienca jote? Unë ju kësha thonë, mos të shikojnë shumë TikToka, se kjo kështë duket perfekt, kjo perfekt, se perfekt është asë njona për neve, le ta din këtë gjo, se mendoj se ne mbrapa s'kene për kamera dhe jemi ku me diqka, nuk jena, kena shumë gabime, kështu që perfekt jeni kështu si jeni, mos hini në sene shumë të fela, me bo ndërhyri shumë fela. Oke, tash mëri me thonë ti e ki bo, pune ku bo, pune foli për eksperiencës tame. Jeni perfekt kështu si jeni, rini kështu si jeni, mujni me bo në trajtim të vogël, në gjotë vogël, nësi ju pengon diçka, nëse ki në defekt në sen të vogël, a jo diçka shumë madhe, shto do shta më jo thonë. Në regull. Ti e kje edhe me paqen të ndate, këti mesazhe pa tjetër i bashkangjite më donë, se sot rinja janë shpriru shumë që gjykojnë vete në krasime që i bënë me rrjetet sociale. Ti kje edhe me paqen zyrtare atje në Instagram, Beauty Lil Vlora, ku munden me hyrë gjithë ata që përshojnë dhe me marë informacionet të duhura. Përveç kësaj që ka folëm, cila është teknika e fundit që e ke? Qoftë teknologjike ose diçka? Laks të noja që e bëj, kjo është më e fundit. Na shpjego pak. Laks salmoni është... Adoneja salmoni që e tha më herët. Ju i thënë ndryshë dhe pastaj mendova që është një trajtim tjetër. Kjo është Aquafresh edhe këto dyja në kombinim, pastrimi i fytyrës, ma shumë nuk ka nevojë. Mirë janë krejt shtu si janë. Mirë janë krejt. Vlora, faleminderit shumë që ishë në studio, kënaqësi shumë e madhe me të pas përballë sot, përveç që folëm për biznesin tënd. Morëm edhe mesazhe dhe besoj që ata që po i shohin këtë emision inspirohen pak nga puna dhe sfidat e tua, sepse plot heqin dorë shkaku i gjykimeve, paragjykimeve, nuk bëhen dikushti sepse nuk i lën gjykimet dhe komentet negative. Ti je në shembull që ja ke arritur, ja ke dalur vetë. Faleminderit shumë që je në studio dhe rrefeve në copza të shkurta, se patjetër më besoj që ke shumë çfarë për të rrëfyer. Shumë faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Edhe një mesazh për krejtëve, veç vazhdoni mos ngani kërkan heq. Mos ngani kërkan. Faleminderit shumë Vlora.